Selam aleikum, jam Mokramagi. Aleikum selam. Mirë se përshëndes gjitha aty. Faleminderit. Allahu është përblest për gjithë mundim që juve po dhënë. Amin, amin inshallah. Gëzuar Bajramin për gjithë muslimanët. Faleminderit Mokramagi. Gëzuar edhe për ty, edhe për gjithë shikuesit që ka ndokuar sot me qenë bashkë me neve. Qysh pe kalon këtë ditë Bajramin? Elhamdulillah, mirë. Me që se Ramazani është gjithmonë një që dënë për kushtim ma intensiv se sa mujtë e tjerë, po në përgjithësi fundi mirë, elhamdulillah. Që ke kalu Ramazanin? Tani, kjo Ramazan ka qenë si çdo Ramazan tjetër i cili tjetë një ndjesi veçantë, mirë po veçantë kjo Ramazanit në 10 nishin e fundit Ramazanit, kam realizuar për rreth 300 iftare dhe syfyre, shëndarje e ujit e kështu. Kam hapur 2 linja që çdo agjeruese, çdo udhëtare, çdo nënve të ushqyese, çdo kush që ka lënë të parë, të ndaloj, të hapi iftarin, që çohet, ta fal namazin dhe të vazhdoj për në destinacionin e saj. Ku po jeton Mokramagi? Ku po jeton? Fushë Kosovë. Edhe lokacionin e paske pas për shtatë shumë kështu për Lidhje me gjitha regionet, kushdo që e ka pas rastin, dhe më thonë që ne e ka pas rrugën, paka shumë. Pak të në shaka si për gjithmonë ju të modra se po nuk ndalo të unë s'keni se ku ndalani, nga që unë jam nuk kryq. A ka qenë e lodhshme? Faktikisht lodhja kur bëhet për agjerus, lodhja kur bëhet për hir të Allahut, realisht është qetësi. Ta them drejtën që as një moment nuk kam ndjer lodhja, as edhe një moment vetëm. Motiv shumë i madh për gjithë ne kjo Magi. Motiv shumë i madh për gjithë ne ky tregim i joti. Për Zotin e kam dëshmitar që as një moment nuk kam ndjer lodhje edhe pse është nga Ramazanet e vetme, ku ndoshta me 3 orë, 4 orë gjumë edhe kam qenë gjatë gjithë kohës me plot energji. Elhamdulillah. Nëse çdo natë, cilën e kam realizuar iftari, syfyre, shpërndarje të ushqimeve dhe jashtë shtëpisë, si cila natë ka pasën vetën e vetë diçka tjashtakonshme, diçka që nuk e kam gjuhë ma parë, diçka do të ka ndodhur mrekulli. Ato që janë veçanta, subhanallah, është ku njëra motër më shkruan dhe thotë me gjithë qef kisha arë, nga që këtë ftesë nuk e kam hasë ndonjëherë, mirë po, si të vijë unë, thotë, kur unë nuk më gjaj, thotë, me asë njerin vesh. Edhe në atë moment i shkruaj unë, i thamë presante me detyrim, nga që neve jemi sikur tyja dhe ti je sikur ne. Dhe ishte në mesin tonë, elhamdulillah, kishte nga njëra për motra vëzhërtare lashtë të trore, thotë që tashe 26 vjetë, thotë, dhe a ime, thotë, nuk është hapur nga s'poshtë, thotë. Se fyre e iftarë, thotë, kam prit vetë. Nga që nuk kam prindër, nuk kam vlezër, nuk kam motra, nuk kam bashkër dhe nuk kam fëmijë. Subhanallah kishte kategoritë ndryshme, sikurse psikologe, juriste, lloj kategorie deri tek ajo në karrocën validore. Zotit shpërbleft. Amin. Allahu ta kompenzon. Është një shembull që se kena ndërgjuar është. Diçka jashtëzakonshme, tash kur foli më kujtu që domethënë kom pa një postim në Facebook edhe kuptova se cila motër është. Zoti ta shpërbleft, me të vërtetë, domethënë një ide që ndoshta në fakt mundet me lind gjithkujt, po është vështirë me u realizu edhe për çështjet të shtëpisë, të familjes, po megjithatë sakrificat për hapur të Zotit janë diçka që ja vlen. Padyshim, ishte edhe diçka interesante nga aty që ndodhi, po shikoja një video, njëri nga punonësit e RTI-s, kishte ngelur në trafik, subhanallah.
Po? Edhe ku të shkoj, ku të tiku, ku të blej, ku të bëj iftar. Edhe subhanallah, ajo në atë moment thash, subhanallah, si ka mundësi që agjeruesit muslimanët tanë, të ngelin mu para deri e shtëpisë time, edhe unë të ushqehem, nga se subhanallah, gëzimi më i madh i agjeruesit është kur hapet iftar apo jo? Fiks. Më falni pak për emocionet. Edhe në atë moment, kam ikën market, kam bërë takot e vogla me uj, hurma, banane, diçka e tillë shumë vogël edhe kam dalë pothuajse çdo natë kam shpërndar mund rrethin e fush Kosovës. Mirë po që shija mbi tokë e gjithë kësaj ishte edhe shkolla Dijes, shkolla Alaudin, ku kam realizuar gjithsej nga 40 deri në 60 iftare që Allahu më mundsoi që të mbrij edhe tek shkolla e Dijes, e cila është në Kosovë si shkolla Alaudin. Mashallah. Allahu ta kompenzoft atëherë kur ti ki mas shumë ti nevojnë këtë botë edhe në botën tjetër. Amin. Realisht të vlera është diçka interesant, subhanallah, se në gjithë këtë mund ju kam lutur Allah që çdo motër, çdo muslimane e cila është apo nuk është, e din apo nuk e din të nismën time, që Allahu ta përfshin mëshirën e tij, në faljen e tij dhe ta largon zemrimin e Allahut prej çdo motre muslimane që i bien sejdë Allah dhe i është bind atij. Kush do të qofshin ato? Gjithë familjarët e tyre, gjithë rreth e tyre, gjithë fëmijët e tyre, gjithë burrat e tyre, dhe pa dallim. Dhe në jetë i parë dhe i fundit për të ka qenë që Allah na mundson pamjen e tij dhe ta shuan zemrimin e tij ndaj muslimanëve. Kur do të qofshin ata. Amin, inshallah, motra mangi Allah të rujt, Allah të ashtoft bereqetin dhe shëndet dhe të baftë rëzk gjithmonë me marrë iniciativat të tilla për të mirën e njerëzve. Tash kjo ka shpërbimin, kush merr pasojë, kush pason pasojë, shpërbimin gjithsesi. Edhe marrit. Natyrisht më kujtu edhe një thanje që thot këngën pedi, po zani s'po më shkon. Kështu që është pak sfidë me u realizu krejt këto, po megjithatë Ma solidare dhe mujna me arrit. Faleminderit shumë. Magi që na telefonove. Allah që përblef që ndave krejt këto përvoja, kaq të mira dhe kaq dobishme. Inshallah i kem të mira edhe dobishme tek Allahu, sepse subhanallah sado që bëjmë për madhështinë e krijuesit na duhet pak gjithmonë sepse jemi tepër në atë rrugë apo jo. Shumë vërtet. Selam aleikum e Zotit rujt. Aleikum selam, amin bashkë. Shumë Në i herë befasohesh me zemërgjërsin edhe bereqetin është anko që e ka dikush, se dhe kjo është një diçka që të lenë, nuk po thëmë që të kryon pikpytje, po me të vërtet duhet me pas edhe bereqet në kopër me mri me i realizu gjitha këto punë. Po prapë se prapë. Gane, kur e patëm iftarin të ti, që kam pas mundësi dhe shikust me po, Gonja në një moment pa të thonë që më ka met në mendje, tha musliman gjithmonë kanë kontribu, tha po gjithmonë i kanë fshi. Për hatër të Allahut në kuptimin që dhe më thonë mos me hup shpërblimin. Por realisht e vërtet edhe që e di më kujtohet në qatë pjesë ja bashkan gjiti dhe këta që tha dhe musliman duhet me fillu mi ndo ato të mirat që i bojnë, që me qenë motiv edhe tjertë me po që ka bojnë besimtartë. Edhe rasti i motrës që ndau tash, dhe më thonë është motiv shumë i madhë që realisht po më bën me kuptu që ato që veç e pa thonë. Edhe ide, edhe një kosisht, dhe më thonë me ditë se na kur dëgjojmë, ba mirësi tila na motivohem. Edhe na bën me mendu që ka këmbo unë në qëtë pikë, dhe më thonë gjatë mujtë Ramazanit. Edhe të bën nashta ka njëherë mundi si unë në qëtë rast, ishgënjyn me veten, që na shtatin raport me krejt që ato që motra i tregoj ke bu shumë pak, po të motivon që vjen inshallah dhe presim Ramazanin tjetër, e kemi edhe 11 muaj mes, më thonë që ti me qenë në qatë, me tentu me qenë edhe një verzion tjetër i vetës, edhe ma i mirë. Po, unë kisha më ndërlidh këtë kjo pjesa për me ndo dhe këtu vepra që i bojnë edhe me tjerë. Unë gjithherë proces veten edhe
ja përkujtoj njerëzve. Edhe më thonë shpesh, bile iftarin kur e pata tash me xhamat, e kam mrena xhamatit, nuk don asnjëherë njët mja treguar. Edhe ka njerë gati habitna, bish ma bon me shenjë që mos ka bo me treguar. Don me 100% e fshet si da poja saj. Allah është përblet për njëtin e saj që po që është pëthu dhe ti, është kjo koha të cilet njerëzit kanë nevojë me pas ide prej dikujt. Nashta si shkon menja, do me bo mirë, po nuk e ka qatë ide. Edhe kjo, gjithëherë duhet me pas parasysh zemrë, njëtin. Me rujt. Me rujt njëtin. Që shka thonë pejgamberi sallam, inna me l'ama lubinjat. Veprat shpërblihen si pas njëtit edhe qëllimit. Që shqipjen kjo? Unë i sugjeroj tash edhe xhamatit ju thëmë. Në qoftë se ti e bën njetë me dhënë sadaka, ose e bën njetë me bën iftar për dika. Atëherë ti lidhe zemrën tonë mas pari me Zotin. Jo Allah, për hirë të andër mas pari, po të me bën. Mandej, në qoftë se ti tregon dikujt që ke bë iftarin, ti bëne prej njetit tonë, prej zemrës tonë mbrema, bëne me njetë që ati kujtoja që dhe ajte bën iftar. Do më mos e bën ti mu krenu për asaj, dhe thonë se unë hej farë vipre këmë boj, këmë shtru iftar 40-50 veta, ti si e kur kun heq, do më jo me, për dirisa të regon ti, atë veprën që ke bo, ju me bo me njetë dhe me qëllim me mendje madhësi para tjerve. Kjo pjesë është nivel shumë i lartë njerëzor kur me arrit me menagju për shkak se që të njëtin me menagju, se shëjtoni ato him. Edhe të mundohet me ta qitat si faqësi, edhe me të thonë ti, treno, se që po thonë ti, edhe që ka hitu. Është puna ma e madhe po mdoket. 100% që du të natë me punu me vita. Të më thonë nëse na, çdo punë njëtën tonë, më duhemi me bo, me knalë Zotin, për hirë Zotin, mas pari. Po dhe kur të tregojsh shembull dhe me marrë mësim dikush prej teje, do më thonë ti kish problem.